Genc, burimin e kam... Genci, në ndoqe? Ndoqe, po. Vijo tani. Mere kohën tënde. Shiko, doja tani se me pak humor. Do më ndihmosh ti. Patjetër. Dhe e Bloombergut, ku Edi Rama e mbyll intervistën, unë jam mik unë e thash mik Kushtin, por nuk e di a është ai mik me mua, a nuk është si mik. Do të ajo skena, nuk e di ke Bapërball, Timo Floko, me atë marinarin rus, që i thoshte pse mos jemi shok bashkë. Dhe për byron tuaj politike dhe, po. Ma kujtove. Pjesa është edhe në YouTube, mund ta klikojnë pas emisionit atë që duhet të shohin. Është eksaktë këta gjë, domethënë këta një komisë të shkojnë në atë pikë. Sot më të kam mik, ti jam kimik, është në pikë të hallë. Është në panik. Paniku filloi me tikë vat juve. Paniku filloi, imagjinoni juve në tempullin e Evropës, në Parlamentin Evropian, në 2025, përmbahet një seminar me titullin Ku vadis Shqipëria, midis demokracisë dhe autokracisë. Dhe me atë fjalim që u duhet lexuar dhe fëmijëve në përshkolla të Artan Hoxhës, që nuk e njoh nga afër, por që është e një kalibri perëndimor, ajo në mënyrë proze, ajo në mënyrë strukturimi mendimit, e 5 pika që e shkatron komplet mitin që ngriti Edi Rama në Perëndim, se është vetëm ai dhe askush tjetër që krijoi një Shqipëri ndryshe nga Ballkani Balkanik, një Shqipëri të prosperë, një Shqipëri pa krime, një Shqipëri pa ndarësira, dhe sot zgjohet kjo Evropë ku vadis Shqipëri në 2025 me këtë vend, me krimin që ka përcyer në Gryk, me këtë vend ke dosje sot katërfish më të mëdha për drejtsinë, siç kishte në kohën kur udhëziste PD-ja. Me këtë vend sot kur e sot Artan Hoxha, sipërmarrësit ka vetëm 2 rrugë sot, o të bashkëpunë me krimin, o të largohen. Ishte një situatë apokaliptike, që e bëri Edi Rama të çmendet. Gjetur që do të them. Shikoni. Nuk është shkruar vetëm Shqipëria nga Sorosi. Është shkruar dhe Perëndimi Evropian nga Sorosi. Se ky zgjim sot i Europianëve është pikërisht momentin ku Soros nuk ka më ndikim në Shqipëri. Dhe atëherë Soros u thoshte, Shqipëria është toka ime. Mos ndryhyni. Mjafton të kujtojmë shoqërinë civile dhe raportet që mbrinin nga shoqëria civile, nga shoqëria civile. Janë zgjedhur gojët sot. Janë zgjedhur gojët. Gjermanët po emancipohen sot nga amerikanët. Ja, kjo po ndodh sot. Të dëgjojnë gjermanët që thua këtë gjë, Genci? Në Serbi. Por emancipimin e tyre nëse, po... Në Serbi, kush janë brapa manifestimeve që i ndihmojnë? Kush janë? Janë pikërisht gjermanët, suedezët. Sepse deri tani Amerika thoshte jo, as Shqipërinë, as Serbin, mos ndërhyni, jemi neve. Pra ti është edhe Vučićin të ekspozuar, jo vetëm Edi Ramën. Po, dhe tani sot... Ishe më vulnerabël. Duhet një van, sepse nesër, ku ndodh Qameti, ja gjermanët që duhet të pasaj të armatosin, se Gjermania nuk është ushtar, të armatosin francezët, të armatosin italianët, që të shkojnë në të vërretu Ballkan. Kjo po luhet sot. Sot në 2025 është në një Ballkan sot, në një sot, Serbi dhe Shqipëri, njëra që është batër kanceri e një konflikti dhe etnik, dhe tjetra batër kanceri e një konflikti si në Meksik me grupet mafioze. Po. E solle tek... Elimineve. Ja dhuratën që nga Amerika e Sorosit dhe e demokratëve. Të dhuratën në fund. Në Amerikë i njështë e zgjedhjen. Po, i përgëzonte dhe i certifikonte, ta dhe Klodi. Ka një gjë... Andaj sot në Rama për 30. Ka një tregues që është në rast se do të matej, se ka një kut matës të gjithë pranuar për çfarë ka prodhuar në 12 vite qeverisja e Edi Ramës. BBC e sheh kështu. Ndikim pa katrën?